Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj të keni një ditë të mbarë dhe realizime të bukura. Nuk është asnjëherë mjaft të flasësh për historitë e grave, forcën e tyre, nevojën për ndërgjegjësim dhe solidaritet. Shpeshherë historitë e viktimave përsëriten dhe ne atëherë mendojmë se shoqëria duhet të reagojë fuqishëm. Mjafton një prekje e lehtë për të ndjerë një britëm të madhe. Nuk është dukuri. Është fenomen për të cilët askush duhet të heshtë. Duhen shumë zëra që flasin. Duhen shumë zëra që të dëgjojnë. Në mënyrë që të bëhemi më të ndjeshëm dhe të mos lejojmë që dhuna të legjitimojë veten. Amy Kalaja, një gazetare, sfiduese në raportimet e saj nga terreni, por jo vetëm, ka sjell zërin e tyre nëpërmjet një projekti, një filmi dokumentar të titulluar Ajo rrethen, me histori të grave dhe viktimave të dhunës. Natyrisht të ndalesh te kjo temë është guxim, është sfidë, por është edhe një ndjeshmëri shumë e madhe që Emi, e ftuara ime sot, e ka sjell nga kontaktet e shumta me njerëzit dhe ka përcjell zërin e këtyre grave. Emi, të falenderoj që e sot në studio. Gjithmonë kënaqësi, Merita, gjithmonë kënaqësi. Nga njëherë edhe gjatë prezantimit e shoh që përfshihem. Ndoshta gazetari nuk lejohet të përfshihet, por gjithsesi ne jemi njerëz dhe kur takojmë njerëz të tillë, nuk ke si të mos ndjesh shumë çka nga bota e tyre. Madje duke parë këtë dukuri që është nuk është dukuri, është fenomen, tashmë të duket se secili prej individëve të shoqërisë është pjesëmarrës në këtë problem, në këtë problematikë të madhe. Unë dua të përgëzoj për forcën që ke, për iniciativën, për idenë, për realizimin e këtij dokumentari. Faleminderit, Merita, jam e nderuar. Në fakt është e vërtetë që janë tema që pavarësisht se thuhet që gazetari duhet të jetë i ftohtë para dhe të analizoj dhe sigurisht të raportoj me ftohtësi, sigurisht që në mendimin tim apo në konceptin tim për gazetarin duhet të jetë një gazetari e mirë, një gazetari qytetare, një gazetari e shëndetshme. Kështu që nëse merr vizionin tim, patjetër që nëse nuk prekesh, ti nuk do të jesh asnjëherë në palën e drejtë të historisë. Shpeshherë mendojmë se duke folur për këtë tematik, të duket se është diçka që ne kemi këtë edhe pranojmë si një veshje të përditshme, herë të trash, herë më të lehtë, por gjithsesi ajo ekziston dhe të duket sikur shoqëria në një farë mënyrë është pajtuar, ndoshta duhet shpeshherë të zgjohemi. Zgjim që zakonisht bëhet kur ndodh një ngjarje e madhe. Por sa zgjuar, me një sy zgjuar duhet të jetë gjithsecili për këtë problem. Besoj se ti e ke ndjerë shumë pranë këtë. Në fakt në vite, unë edhe jam trajnuar për çështjet që i përkasin mbrojtjes së viktimave të dhunës, por gjithashtu edhe kam raportuar për ngjarje të tilla. Mirë po, ngjarje të tilla kanë mbetur vetëm në fazën e denoncimit të dhunës, por nuk kanë vijuar më tej, pra nuk ka qenë një analizë mirëfill të gjithë tablos së dhunës, si nis, si vijon, pasojat që sjell në familje, në shoqëri, por veçanërisht te fëmijët, dhe çfarë bëhet me viktimën e dhunës pasi ajo vendos të thotë mjaft. Në fakt, Merita, siç është edhe e drejtë ndodh, ne kemi parë që shpesh bëhen fushata për gratë që ta denoncojnë dhunën, të mos pajtohen me dhunën në familje. Megjithatë, për herë më ka ngacmuar një pyetje, më ka triggeruar çfarë ndodh me këto gra pasi thonë jo, pasi ikin nga ambient dhune. I ndihmon familja, i ndihmon shoqëria, i ndihmon gjykata, policia, psikologët.
qendrat e kujdesit, ka kjo grua një suport dhe kam dashur ta shoh përtej fenomenit të dhunës, pra ajo që zgjell të ruaj, si vazhdon jeta e saj, si vazhdon jeta e fëmijëve. Dhe realiteti ka qenë shumë i frikshëm. Të paktën 3 raste, por nuk janë të vetmet, 3 raste që unë kam zgjedhur që ta rrëfej në vetë të parë historinë e tyre. Nuk kam zgjedhur ta flas unë, apo ta shkruaj, apo ta lexoj historinë e tyre, se cila prej grave e ka treguar vetë historinë e tyre. Nga fillimi deri në fund kanë mbajtur fiks një rrëfim, duke treguar se çfarë kanë përjetuar kryesisht pasi kanë marrë vendimin për të larguar nga dhuna. Dhe ajo çka kam konstatuar është që ka një paragjykim të thellë në shoqërinë tonë, ka një nënvlerësim apo një indiferencë ndaj viktimave të dhunës, ka një stereotip që bashorti ka të drejtë të dhunojë gruan, ka një stereotip që për një të rënë nuk mund t'i drejtohesh gjykatës, ka një stereotip që fëmijët janë gjaku i bashkëshortit. Do të thënë, në një shoqëri që ne jemi në vitin 2026, të dëgjosh dhe të lexosh edhe në vendime gjykatash këto koncepte, është alarm, do të thënë është një këmban alarmi. Nuk do ta kisha besuar historinë që gratë kanë treguar, po të mos kisha patur bashkangjitur edhe vendimet e gjykatave, edhe vendimet e zbardhura, edhe që këto viktima të dhunës janë gjobitur në gjykat, nga gjykatësi, sepse kanë ngritur zërin kur dhunuesi po i ofendonte. Do të thënë, mënyra se si trajtohet një viktim e dhunës në familje duhet të ndryshojë katërcipërisht në të gjithë sistemin. Kam patur rrëfime që kanë njoftuar policinë në momente dhune ekstreme dhe policia ose ka mbyllur telefonin ose ka thënë nuk ju lokalizoj dot, ndonë se është një lokacion që gjithë ne që jetojmë Shkodër e dinë. Do të thënë, janë lënë të vetme përballë dhunës, edhe pas divorcit. Pra, pavarësisht se sa më ka kushtuar nga aspekti emocional, nuk flas për aspektin e kohës, sepse ajo është angazhim, është punë, por në aspektin emocional mund të them që ka sjell një ezaurim goxha, veçanërisht peng sa i takon fëmijëve, të cilët i lihen baballarëve, të cilët janë dhunues kronik ndaj bashkëshorteve dhe janë edhe me masa arrestit. Dhe kjo është një paradoks shumë i madh që një mendje e shëndetshme nuk arrin ta rrok dhe imagjino domethënë të jesh para një trupi gjykues. Si e morë vendimin për të realizuar një produkt të tillë, sepse me sa di nuk është thjesht një dokumentar gazetaresk, është një dokumentar artistik, si një film. Po, në fakt për herë më ka pëlqyer të sfidoj veten. Dhe kur erdhi kjo thirrje, që është një thirrje e Albanian Women Audiovizual, pra gratë të cilat punojnë, profesionistët që punojnë në media, së bashku me SIEDEP-in dhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian, ishte një thirrje për të prodhuar materiale filmike në formë dokumentarësh. Dhe mendova që kjo është një temë që unë dua ta bëj të zgjeruar. Kam vite që mendoj ta bëj të zgjeruar dhe për më tepër më kisha një pak kënaqësi që flitej për dhunën vetëm në ditën e 8 marsit apo në ditët e dhunës. Kur dhuna nuk është e fragmentizuar vetëm në këto ditë. Dhe desha që në një ditë të zakonshme të flitet, të ketë një publik që dëgjon një histori. Pra mos të jetë thjesht e dedikuar ndaj ditëve të dhunës, por të jetë një lajm që nuk shkon përtej, një material që shkon përtej. Së bashku me avokatën Edlira Bylo, e cila më ndihmoi me përkrahu shumë në idenë time, i thash kam këtë ide, kam mundësi të gjej unë këto viktima që ne i kemi diskutuar, pranojnë, sepse vështirësia është që ato të flasin, të tregojnë historinë e tyre. Dhe këtu është përsëri një paradoks, sepse ato gjykohen, po të flasin në mënyrë të hapur ose bëhen objekt. Në fakt janë ndërgjegjshme se çfarë ndodh dhe ato pavarësisht se të trija viktimat kanë kërkuar që të dalin me figurë, pra të dalin me fytyrën e vet dhe tregojnë historinë. Unë nuk kam pranuar, i kam thënë që do dalin me shpinë, do ta tregojnë historinë, do t'i bashkangjisë edhe vendimet e gjykatave, që e konfirmojnë, sepse
Materialet tashmë Merita na sjellin edhe një ngërç ne gazetarët flas të cilët nuk punojnë për klikime. Unë personalisht nuk punoj për klikime, punoj për çështje, për kauza, për analizën, për vlerën që sjell, sepse nuk më intereson të bëj një skup të momentit dhe më pas ta lë atë ta dhunoj edhe më shumë atë viktim në një formë tjetër. Sepse e dija që nëse do dilte me fytyrë, një ditë fëmijët do rriteshin, do kërkoni në Google emrin e nënës së tyre. Është një diçka që nuk fshihet. Jeta mund të ndryshojë, mund të kthej faqe për mirë. Dhe nuk doja që të kishte një historik që i kthen në pikën që kanë qenë, në pikën e errët që kanë qenë. Aktualisht më nxit rënqehem në këtë momente kur mendoj. Cila është gjendja e personazheve tuaja real? Kam zgjedhur 3 personazhe, e kam darë në kapitull. I pari është një ditë pas gjyqit. Pra, çfarë ndodh pas një vendimi të padrejtë? Çfarë ndodh me një nën që ka patur fëmijët, bile është një fragment në film që edhe fëmijët kur i merr punonjësia sociale dhe i thotë është mami në punë, çajin është shumë prekës. Duhet ta dish që ajo është e shkputur nga realiteti, nuk është një skenim. Janë fiks fëmijët e asaj zonje që merren dhe çajin për nënën e tyre, ndërkohë që punonjësit sociale i thonë që është në punë tani. Dhe kjo është kjo viktime e dhunës në familje e para kësaj historie, një ditë pas gjyqi, ka qenë e mbijetuar e dhunës, ka qenë disa ditë e shtruar në Spitalin Rajonal të Shkodrës, e papërmendur, madje familjarët e saj janë bërë gati, po themi edhe për një ceremoni nëse nuk doja dilte, për shkak të frakturave të shumta në trup. Kishte qenë viktim për 5 vite. Kishte 2 fëmijë dhe bashorti i saj kishte marrë vendim për arrest në shtëpi pas dhunës së ushtruar. Kishte kaluar vendimi i parë, kishte qenë i dënuar me burg për dhunë në familje dhe më pas arrest shtëpie. Dhe pikërisht në ditën e gjyqit kur zonja, duke qenë se bëhej fjalë për një dhunë të konfirmuar, duke qenë se bëhej fjalë për një vendim për ta arrestuar dhe më pas për t'i lënë një masë të lirë, duke krijuar edhe kushtet, pra duke u punësuar, duke marrë një shtëpi me çerap, me ndihmën e familjarëve të saj. E ka menduar dhe është përkrahur edhe nga shoqëria që ti të paktën do jesh në gjendje ti shkëputësh fëmijët nga dhuna. Dhe në fakt e kundërta ka ndodhur. Fëmijët janë lënë në kujdestari babait. Si ka mundësi? Këtë, domethënë, një ditë pasi e kam parë dhe ishte dri dhe ishte në lot, ishte me mendime vetvrasje. Edhe unë vetë, domethënë, nuk e kuptoja se si ka mundësi, sepse ai kishte, domethënë, ishte dhunues edhe ndaj fëmijëve të tij. Dhe ajo trembej shumë për fatin e tyre dhe thoja, si ka mundësi? Si mund të ndodhë, domethënë, që të bëhet një vendim i tillë. Që do të thotë kanë një mbështetje institucionale her pas here këto dhunues? Mendoj që dhunuesit mendoj rasti konkret, por edhe herë të tjera kur ndodhin këto vendime, sepse kryesisht i lihen nënave, domethënë. Kur jemi para faktit, kur ka raste të tilla, domosdoshmërisht ai personazhi, pra bashorti dhunues, dihet i përkrahur, dihet i fuqishëm ekonomikisht. Zakonisht viktimat janë viktimat, po themi, të zgjedhura dhe nga rrethanat, pa mbështetje, pa fuqizim ekonomik, me një familje, me një mihalle të veta që i shtohet, dhe kjo, domethënë, e gjen prehen në ditën e saj më të keqe, dhe vetë është i fuqizuar dhe gjykata e nuhat, ka dhe bisedime dhe vendimi ishte skandaloz. Megjithatë unë i kam bërë follow-up dhe çështja ka shkuar në apel dhe besoj dhe shpresoj shumë që apeli të kthjellohet dhe pikërisht për këtë ka qenë edhe bërja e këtij dokumentari që sadopak ajo zonjë ta ketë një dëshmi se si duhet parë e gjithë situata. Ndërkohë rasti i dytë është një zonjë e cila është divorcuar kur fëmia e saj ka qenë 3 muajsh dhe tashmë fëmia e saj është 9 vjeç dhe akoma vazhdon të zvarritet në gjykata për kujdestarinë e fëmijës. Domethënë, rasti i parë është një ditë pas gjyqit, rasti i dytë është 9 vite pas divorcit. Pra sa e vështirë, sa male të mëdha dhe të larta duhet të kalosh për të rifilluar një jetë. Për ta mbyllur një kapitull të vështirë, që
edhe po të mos ishte i vështirë, edhe po të ishte vendim personal, nuk duhet të jetë kaq zvarritës dhe kaq i gjatë. Pra, fëmia kishte qenë 3 muaj kur kjo kishte marrë vendimi pas një episodi dhune, që nuk do ishte normale të rriste atë fëmijën në të tillë ambient, dhe më pas edhe fëmia ishte bërë viktimë e dhunës, pra kishte marrë mbrojtje nga IATI dhe vazhdon zvarritja e gjyqeve. Ky ishte rasti i dytë, ndërsa rasti i tretë ishte një zonjë e cila nuk kishte parë zgjidhjet e drejtësia te policia, nuk kishte parë asnjë zgjidhje dhe kishte marrë në gjatë kohës së Covidit fëmijët e saj. Dhe kishte ikur në azil në Francë, kishte qëndruar me 3 fëmijë të mitur 2 muaj poshtë ure, vetëm për të mos u kthyer në banesë në Shqipëri në atë situatë dhune. Nuk kishte parë asnjë zgjidhje veç largimi. A ishte pak sfidues ta kontaktoje këtë zonjë? Më ka ndihmuar shumë avokatja Edlira Bylo, e cila ka asistuar 10 raste, dhe i kam treguar pra një panoramim se si dua ta ndërtoj këtë material. Dhe pastaj sfiduese ka qenë për të ndërtuar besimin, për ta kuptuar ato që unë nuk shkoj drejt klikimeve, drejt skupit, po shkoj drejt rrëfimit të tyre, një herë të vetme ndo mbasa ato të dëgjohen. Njerëzit ta dëgjojnë të vërtetën e tyre. Kështu që ka qenë një marrëdhënie që ka ecur krah për krah me besimin, me ngritjen e përgjegjësisë sociale për t'i ndihmuar, dhe ka qenë sfiduese, por besoj që disa aftësi gazetareske apo njerëzore gjithmonë më kanë ndihmuar dhe nuk më kanë lënë balt, pra po them eksperienca për të fituar dhe për ta edhe ato të krijonin atë besim. Po ka përcej pak kohën duke thënë që pasi e realizove dokumentarin, ata e ndoqën, patë mundësi t'ja dërgoje, të paktën edhe pjesën e tyre. Po, e kanë ndjekur, e kanë parë, kam marrë komplimentat e tyre. Ato më thanë që kanë riqarë, pra, edhe duke parë historinë e tyre, pavarësisht se janë në vetë të parë, i ka prekur ta shinin veten të zhveshur, pra të themi nga komfortiteti në një film, dhe sigurisht i shoqëruar me skena të dhunës, improvizime, pra inskenime që ne kemi arritur të bëjmë. Është një dokumentar i cili nuk është i lehtë, nuk është i thjeshtë për të kapërdirë dhe për të parë. Megjithatë përfundon me një mesazh shumë të bukur, se kam zgjedhur vetë ta bëj të tillë, dhe shumë njerëz që kanë dëgjuar shumë për dhunën më thonin që edhe kanë parë emisione kështu, ishin okay se po e shoh se e ke bërë ti, domethënë, thjesht po ta jap një mendim, por pastaj të gjitha ato feedbacket, reagimet që kam pasur kanë qenë, jam duke qarë, domethënë ka pas një uaj. Gjatë këtij procesi, në kohën kur je taku me ta, i ke intervistu ose i ke dhënë mundësinë të flasin, por nga ana tjetër ka qenë edhe një proces tjetër realizimit. Ka qenë Merita ezauruese, domethënë nga gjendja ime emocionale ka qenë ezauruese, sepse kisha një inat, po themi, po e përkufizoj shumë thjesht me realitetin, domethënë. U takoja me këto gra dhe thoja si ka mundësi, sepse ne na shitet një realitet, çdo ditë një realitet tjetër. Dhe duke na ushitur ky realitet që një grua që i jep fund dhunës është tashmë e lirë dhe gjen për kraje dhe gjen ndihmës dhe subvencionohet, ndihmohet, ka, dhe kur e sheh domethënë një realitet që është fenomen, ke një lloj mlefi, një lloj inati dhe dëshiron që të ndryshosh këtë realitet dhe dëshiron të paktën një gur. Edhe unë me këtë më tha dhe ambasadori, në fakt, ishte, tha, too much strong, ishte shumë e forta, por ke goditur të gjitha me këtë që ke bërë, domethënë. Po natyrisht. Ke goditur dhe unë kam dashur shoqëritë dhe domethënë ka shkuar për te një rrëfimi shumë e godimshme. Ke goditur, tha, të gjithë. Patjetër, nuk do të ta bëja këtë profesion po të mos kisha guximin, veçanërisht në ato kauza që unë besoj. Nuk e kam ndjenjën Merita të protagonizmit për të futur dhe për të bërë armik i kujdo, domethënë. Siç shpesh e shohim në rrjetet sociale që krijohen këto fragmentizimet dhe krijohen pastaj ne kundër kujt dhe ato kundër kujt, por për kauza që besoj, jam vërtet e guximshme, domethënë, për t'i mbrojtur deri në fund. Çfarë roli sipas jush
ka niveli ekonomik dhe jetik, por edhe arsimor, sepse dhuna është e përballshme. Dhuna është tradicionale, por ka koha ndikon sadopak mbi fenomenin dhunues dhe të dhunuar. Si mendoni të ndërthurura, sepse dhuna nuk një shtres ekonomike, sociale, nivel kulturor, ajo është e tillë, është shkatruese, asnjëherë nuk ndërton, por megjithatë ka disa ndikime në vetëdijsimin e grave. Po, për të reaguar ndikon sigurisht kushtet në të cilat gruaja ndodhet, pra fuqizimi ekonomik, niveli arsimor, përjardhja të themi formimi familjar, ndikojnë shumë. Megjithatë, për të ndalur sërish tek dokumentari, unë kam zgjedhur edhe 3 stereotipe të ndryshme. Pra, njëra është një vajzë e cila është martuar në moshë shumë të re me një bashkëshort shumë vite më të madh, të divorcuar më herët për shkak të dhunës në familje, edhe herën e parë. Dhe tregon edhe faktin që unë kam takuar vajzën me babain që thoshte që edhe e pyesja, domethënë si ka mundësi pse kjo zgjedhje për vajzën, dhe thoshte që ne njihnim që ishin familje e mirë, domethënë nga njëjti fshat, nga njëjta zonë, dhe domethënë ai sot ishte shumë i lënduar sepse vendimin e kishte marrë ai, po ky realitet. Ndërkohë që rasti tjetër është një grua e shkolluar, e arsimuar, po themi në kontakt me shumë njerëz, ka marrë disa çmime. Pra është një model tjetër. Por kjo grua, në diferencë me gruan tjetër, se aty duhet të bëjë diferencën, ka zgjedhur t'i thojë jo pas episodit të parë të dhunës. Nuk e ka pranuar. Nuk e ka pranuar, pavarësisht kalvarit për kujdestarinë e djalit, ajo në situatën e parë ka qenë debat për telefonin, sepse dëgjove telefonin, ndërkohë që telefoni ka qëndruar në silencë sepse fëmia i vogël gjatë kohës së gjumit, e kuptueshme për një person të formuar normalisht. Pra, nëse viktima e parë e dhunës në familje ka duruar, do të thënë deri në faktin që ka mbërritur pothuajse pa shenja jetër në spital, viktima që kishte formim ndryshe ka refuzuar dhe ka marrë rrobat që në momentin e parë të dhunës, dhe këtu ka një diferencë. Sigurisht që dhuna është, siç tham, është një fenomen, megjithatë ndikimi ekonomik edhe në familje, familjet që janë në vështirësi ekonomike kanë më shumë të dhëna se ka dhunë, sepse atë pa aftësinë, përgjegjësinë që ne tradicionalisht, sepse këtu luhen role tradicionale, pra bashorti ka përgjegjësi për familjen, bashortja ka përgjegjësi për kujdesjen e fëmijëve, mbarvajtjen e, domethënë janë role të mveshura, por në qofse edhe në atë rol tradicional, ky bashort që ja ka veshur vetes, nuk është i aftë ta mbaj, ta krye, pra të ketë një ekonomi të mirë, të ketë një standard jetese, nuk po them standard të lartë, por standard të pranueshëm. Atëherë atë pa aftësinë e tij ja shkarkon bashkëshortes, dhe këto janë. Pastaj niveli arsimor sigurisht që treguesit janë që ndikon, por ka raste, ka një, të themi, një shumë fishim rastesh të cilat janë shumë të ndryshme. Edhe brenda 3 rasteve, të 3 rastet nuk i ngjani kanë specifikat e veta. Megjithatë fuqizimi ekonomik i gruas, siç tregova me rastin e dytë, pra diferencon se sa një grua nuk pajtohet me fenomenin dhe gjen rrugën, por edhe mbështetja familjare, dhe është sigurisht edhe nga kjo studio një apel për të mbështetur vajzat, për të mbështetur gratë. Familjet duhet të jenë në sinjalin e parë, jo, domethënë, gratë duhet t'i mbështesim sa janë gjallë. Kështu që natyrisht është një temë që duket sikur nuk ka fund. Veprojnë shumë shoqata, bëjnë shumë punë, është një rrjet edhe në pushtetin vendor, ka edhe qendra komunitare ku jepen ndihmë. Por përsëri
si që thamë edhe në fillim të emisionit, kur nuk është e mjaftueshme. Gjithmonë duhet edhe më shumë. Dhe ç'është më e vërteta, ashtu si që ju po e rrëfeni, duhet institucionet ligjzbatuese të jenë ende më përkrah grave. Në fakt ka një problem shumë të madh, sepse institucionet, organizatat ecin me buxhete. Dhe po ndodh diçka që, siç thash, domethënë kemi, siç diskutuam para emisionit, kemi rreth 15 kërkesa në muaj për urdhërmbrojtje. Në Bashkinë Shkodër, por sigurisht që bëhet fjalë për edhe për gjithë qarkun në bashkitë e tjera, pastaj ka që nuk bashkia. Po, ose te policia ose te bashkia, pra ka në 22 ditë punë që kemi aktive, duke përjashtuar fundjavat, 15 janë me urdhërmbrojtje, dhe urdhërmbrojtje në një vend normal ti duhet i garantosh kësaj zonjes banesën, duhet i garantosh mbrojtjen, duhet i garantosh një mbijetesë, të themi kushte ekonomike, një ndihmë ekonomike deri në edhe fuqizimin e saj. Por kapacitetet janë që nuk kemi mundësi strekimi për gjithë ato gra. Mbështeten vetëm në një periudhë të shkurtër me bonus qiraje. Pastaj shumica janë me fëmijë të vegjël dhe edhe mundësia për punësim është e kufizuar, kur njëri lë shkollën, njëri prej fëmijëve në orën 11:30 të paradites, tjetri e ka pas dreke. Domethënë duhet dhe është e vetme në këtë situatë, pra nuk është në koordinim me bashkëshortin, sepse zakonisht gratë që divorcohen si pasojë e dhunës në familje nuk kanë një marrëdhënie, sepse kemi raste të tjera që divorcohen për vendim personal dhe ka një lloj bonsensi, mirëkuptimi për të mirën e fëmijëve, për të asistuar qoftë njërin qoftë tjetrin. Por në rastet e dhunës në familje nuk ekziston, sidomos kur kërkon urdhërmbrojtje, pra që e rrezikuar. Kështu që duhet mekanizma që të fuqizojnë buxhetimin për këto gra. Fuqizimin ekonomik për gratë, por shumë e rëndësishme është që për mendimin tim, domethënë edhe si e kam menduar unë gjatë, Merita, nuk është e nevojshme mbase të shkojmë të ndihmojmë. Tashmë është e nevojshme që jemi të konstant viktima dhune, po do të kishte qenë shumë më mirë dhe do të ishte shumë më mirë që gratë, vajzat, por edhe djemt, burrat, të ndërgjetësohen në moshë më të hershme. Që pastaj të mos kemi nevojë edukimi, që të mos kemi nevojë të dhunshme prodhojnë përsëri mundësi rrezikojnë të prodhojnë mundësi dhune, dhe është shumë nevojshme që të bëhet një punë veçanërisht me gjimnazistët, sepse nuk edhe një fëmijë që ka ardhur nga një realitet i tillë, dhe më pas bëhet një bashkëshor, ai nuk njeh realitet tjetër. Pra ai është ushqyer me atë frymë, dhe problemi është se si atij personit, pra që ishte i predispozuar, atij qytetari që është i predispozuar të përdor dhunën si zgjidhje të problemeve, ti tregohet që ka zgjidhje të tjera, që ti tregohet që është komunikimi aja e çdo problematike, ti komunikohet që bashkëshortja, partnerja, motra, sepse kemi edhe dhunë në familje mes familjarëve, nuk është pronë, ka të drejtë vendimmarrje. Pra, në qoftë se arrihet që në moshë të re, atëherë ky problem vjen dhe zbehet, apo nuk është në faza kaq kritike që këto gra rrezikojnë jetën çdo ditë. Pra, kërkojnë urdhërmbrojtje, rrezikohen çdo ditë. E keni realizuar me një grup bashkëpunëtorësh të afërt, të cilët natyrisht janë mbështetës, dhe unë dua t'i përshëndes. Bëhet fjalë për Ergys Kavajen, është po them kolegi imi i ngushtë prej më shumë se 10 vitesh, dhe Olti Ferhati, një operator i cili ka 20 vite eksperiencë në media. Dua t'i përshëndes edhe në raport kolegësh për bashkëpunimin dhe për atë mbështetje, sepse është shumë rëndësishme. Po, kemi pasur në fakt kur fillova ta ndërtoj në mendjen time dhe e propozova këtë thirrje, pra nuk kishte rëndësi nëse do e fitoja apo jo, por kishte rëndësi që ta aplikoja një herë, dhe isha shumë e sigurt që në mënyrën se si e kisha ndërtuar në mendjen time do të funksiononte dhe do të tërhiqte vëmendjen e tyre, sepse nuk bëj fjalë për një histori të vetme, nuk bëj fjalë për një lajm, bëj fjalë për një zinxhir historish, por edhe inskenime dhe vendime gjykatash dhe histori nga ekspert të fushës. Pra kisha idenë që
është një tematikë që zë vend në shoqëri. Megjithatë, sa i takon Ergysit, isha e bindur që unë do të isha në gjendje me gjithë të angazhime që kam, t'i bëja një follow-up, një ndjekje të përpik dhe doja një njeri i cili ma kupton vizionin më njeh, pra shumë mirë atë çka dua në punë dhe si dua ta realizoj, që ta ndiqte dhe mbase të më jepte edhe këshillat e duhura. Ndërkohë që Oltin e kam parë shumë të apasionuar, tani po sheh thirrje të tjera, projekte të tjera që mund të ndërtojmë për çështje sociale, pra e ka pritur shumë mirë këtë ftesë për të bashkëpunuar në një diçka jo formale, pra jashtë të zakonshmes, ka qenë shumë i angazhuar me pjesën e postproduksionit, sepse montazhi i zërit, montazhi i filmimeve, përshtatja, duhet thënë që kemi vendosur bashkërisht që të jetë diçka reale, por e keni parë tekst, domethënë është fiks një mini film, sepse është pa tekst dhe çdo gjë kuptohet përmes pamjeve dhe përmes historisë. Dhe ishte e vështirë për ne që jemi mësuar të bëjmë gazetarinë e terrenit, gazetarinë televizive të sillnim. Megjithatë kam pasur mentor shumë të mirë të projektit, kam patur regjisor shumë të mirë, të cilët e kanë parë produktin final dhe mund ta them me krenari, mund ta them me krenari që nuk kanë patur asnjë lloj vërejtje, domethënë pavarësisht se prisja që me syrin regjizorial, duke qenë se kanë realizuar filma me shumë emër të kishin, ato e kanë përçafuar dhe madje na kanë inkurajuar për të marrë pjesë me këtë film edhe në zonë. Jeni mbështetur për ta realizuar atë si projekt, madje keni pa edhe një promovim, jeni përgëzuar nga ambasadori Gonzato, nga kanë qenë shumë personalitete që kanë marrë pjesë në promovimin tuaj. Po, u bë promovimi në ambientet e qendrës Bunker pikërisht në kryeqytet, ku ishte i pranishëm edhe ambasadori, por gjithashtu edhe trupa diplomatik. Kemi patur një mbështetje, pra ka qenë një mbështetje për ta realizuar, një mbështetje në mentorim me gazetar, një mbështetje në aspektin financiar që është shumë e rëndësishme, sepse pavarësisht se kushton, domethënë e gjithë gjëja ka kohë, ka kosto, nuk mund të bashkëpunosh me njerëz dhe në fund të mos e shpërblesh për punën, por gjithsesi ka qenë ka dalë një produkt shumë i mirë, jam e kënaqur. Po themi çmimi ka qenë një çmim modest, por që ja vlen për kauzën të punosh, dhe kemi punuar 6 muaj për këtë projekt. Është një produkt final për të cilin unë jam shumë krenare dhe shumë e kënaqur, dhe por kur më ritelefonuan pak para se të publikohet materiali, më thanë që do bëjmë diçka për femicidin, pra për vrasjet e grave. Ato po ishin të angazhuar ta bënin në kryeqytet, por donin ta shpërndanin edhe në rrethe me histori të veçanta. Dhe më kërkuan ndihmë pra të bëj storytelling. I thash, ju lutem, më lini paku se jam realisht e ezauruar me kaq shumë tronditje. Dhe okay, e mirë kuptuan, thanë, do merremi pak ditë më vonë, sepse realisht Merita ka qenë ezauruese në aspektin shumë. Ju e keni shfaqur këtë film dokumentar, po sa e rëndësishme është që ai të shkojë tek njerëzit e thjesht, edhe shoqënia jonë të ketë ndjeshmëri pikërisht nëpërmjet këtyre rrëfimeve. Janë mundësi të tjera, e mendoni, e keni të drejtën ta bëni këtë? Ka patur patjetër. Si e mendoni? Promocione të tjera, promovime të tjera. Janë të drejtat ekskluzive mbi materialin që i disponojmë ne, dhe ato në fakt duhet thënë që regjisorët dhe mbështetësit e këtij projekti më kanë kërkuar që këtë material ta dërgojnë në disa konkurse filmi, sepse e kanë vlerësuar si të tilla apo në institucione, në ditët e dhunës. Dhe kam patur, ajo që më kanë ngrohur më së shumti është kërkesat e shumta që kam për ta parë ku do shfaqet, ku mund ta shohim. Dhe sigurisht që nuk do e le pasjell në qytetin e Shkodrës, për publikun e Shkodrës, për ato të cilët
e pranojnë këtë realitet dhe dëshirojnë ta kenë një panoramë më të gjerë të këtij Ne realiteti. kemi 5 qendra komunitare, aty ku njerëzit, siç e tham, mund të kenë më të ndjeshëm, por nuk do të thotë tamam, mund të jenë edhe njerëz të zakonshëm, të cilët ndalen në një qoshe, në një kafe dhe aty transmetohet ide që vjen tashti, edhe për mua, siç thash, nuk dua që në atë sallë ku do të shfaqet të jenë vetëm njerëz të cilët e njohin dhunën, pra kanë punuar me fenomenin e dhunës, janë tashmë të ndërgjegjësuar dhe ta pëlqejnë vetëm vizualisht apo artistikisht, por mos ta kapin mesazhin. Ta ndjesh. Dhe unë do doja shumë që ky material të shkojë pikërisht tek ato gra të cilat janë brenda mureve të shtëpisë dhe mbase janë në një situatë të ngjashme me ato viktima që i kanë thënë jo dhunës. E dëshiroj, domethënë në manifestimin tim është që tek këto gra të shkoj dhe të kuptojnë që ka zgjidhje, ka mbështetje. Është një malore për të kaluar. Jeni një grua sfiduese vetë. Sepse vetë intensiteti i punës, përballja me tema të ndryshme, me aktualitetin, me raportime të drejtë për drejta, e bën jetën tuaj shumë të drejtë për drejtë. Edhe natyrisht pa ndjeshmëri nuk mund të realizohet asgjë. Mendoni se ka përsëri tema të tjera sociale ose të afërta me të cilat nga ky realizim frymëzohesh për t'ia hedhur vështrimin në një perspektivë që të jetë një gjini tjetër krahas lajmit të raportuar drejt për drejt. Po, në fakt unë ka vite që nuk ndalem Merita vetëm tek lajmi, domethënë lajmi është pjesa ime, më pëlqen shumë të ndjek ngjarjen e sapo ndodhur, të raportoj nga terreni, por asnjëherë nuk më është dukur mjaftueshëm dhe kam vite që merrem me analiza. Brenda pak ditësh do të publikohet një tjetër aspekt social, një artikull i cili lidhet me kalimin e shtëpive jetimore nga institucioni në familje kujdestare dhe jemi Shkodra i pari qytet që po e implementon. Në fakt edhe aty jam përballur me një ndjesi të jashtëzakonshme emocione. Kam kontaktuar me një nënë e cila kishte adoptuar një fëmijë dhe mënyra se si ajo më futi në brendin e asaj historie. Pra, nuk po e trajtoj vetëm në aspektin institucional se sa e nevojshme. Në aspektin njerëzor. Në aspektin njerëzor, unë i kërkova që të më tregonte vetëm se si kishte ndodhur, si kishte marrë vendimin, ndërkohë që ajo më tregoi, më kishte shkruar një mesazh të gjatë dhe tregonte komplet përjetimin e saj nga dita që e kishte marrë 3 vjeç e gjysmë deri sot që fëmia ishte diku 9 vjeç dhe unë jam emocionuar jashtëzakonisht dhe kam përpunuar atë material duke vënë shpirtin në të, pres të publikohet brenda pak ditësh. Pra, përveç rasteve të informacionit të drejt për drejt, pa tjetër më intereson të marrë aspektin njerëzor, përjetimet e njerëzve dhe t'i hedh në analizat të cilat janë sigurisht të mbështetura në fakte dhe në analizë qoftë edhe institucionale. Ka pasur raste të tilla dhe kjo më ngjall një kujtesë të hershme edhe të afërt, por gjithsesi është një shpirt i bukur që mund të realizoj gjëra të tilla dhe shumë i ndjeshëm në raste kur jeta hepohet në drejthijet e saj, është një dorë që patjetër dhe domethënë eksperienca e kësaj zonje domethënë më ka bërë të mendoj dhe sigurisht unë e kam shumë vështirë të shkoj një jetimore në Shkodrës, kam shkuar disa herë për lajm dhe gjithmonë domethënë kam një ndjesi shumë të trisht. Nuk i mungon, kryesisht domethënë kanë kujdestare shumë të mira, ndodhen në ambiente të mira. Megjithatë, domethënë për ne që jemi nëna kuptojmë se çfarë mungon. Emi, për te kënaqësisë dua t'ju vlerësoj shumë. Faleminderit shumë. Si një profesioniste. Dhe unë sot pata kënaqësinë të prek anën e kurajos tënde, por edhe anën e butë. Dhe kjo është njeriu, kjo është profesionisti, kjo është gazetarja Emi Kalaja, e ftuar në Mirëmëngjes Shkodër, me atë ndjeshmëri që mbars nga realiteti i prekshëm. Të falenderoj shumë, Emi. Faleminderit. Dhe të uroj vetëm suksesa. Shumë faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.